Provojeni bërzollën e viçit në këtë mënyrë se del shumë e mirë, sidomos nesër që është bajram e keni ideale për drekë dhe ju ndëron me mysafirët. Si fillim skuqni çepën edhe karrotën me vaj ullirit, mandej merrni bërdzollat e viçit, i marinoni me vaj ullirit, krip, rozmarin, piper të zi, piper të kuq edhe karri pluhur. I marinoni në tana pjesë në mënyrë që asnjë pjesë mos më nejt pa u marinu. Bërzollën e marinuar lajm një anë, ndërkohë vazhdojmë tek skuqja e çepës me karrotën, shtojmë ujë të vakt, pak piper të kuq, i përzini dhe i lani derisa të binë në val. Ndërkohë te bërdzollat shtoni edhe pak pomodorini, merrni pak pana gatimit, pak miell, pak kryp, i përzini tana bashk edhe keni mi shtu tek çepa dhe karrotat që kena skuq, që kanë rënë val tashmë, i përzini vazhdimisht derisa kokrizat të jenë shkri. Masën e përgatitur e kaloni tek bërzolla, edhe tavën me bërzolla vendosni me u pjek për 1 orë me 200 gradë, mandej e keni gati me shiju. Ju boft mirë nëse e provoni se del shumë e mirë.